Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani qepë çdo ditë, trupit tuaj do t'i ndodhin këto 5 mrekulli, as që keni për t'i besuar. Qepa është ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinën shqiptare, e cila përtej ndjesisë ka edhe shumë vlera ushqyese. Në këtë video, sipas Health.com, do të rendisim përfitimet që do të vinë nga konsumi i qepës në mënyrë të përditshme. Ato janë të pasura me lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për organizmin dhe për mbrojtjen efektive të trupit, në parandalimin e një sër problemesh të tij. Qepa ka pak kalori, por është e mbushur me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë vitaminat C që forcojnë kështu edhe sistemin imunitar dhe ndihmojnë në përthithjen e hekurit. Ajo është një burim i mirë i vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në funksionin më të mirë të nervave. Kështu përfshirja e saj në dietën tuaj është e pasur me lëndë ushqyese të rëndësishme. Hudhra do të përmirësojë edhe shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore dhe ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, LDL dhe triglicerideve. Si dhe qepën ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, duke lehtësuar kështu edhe punën e zemrës. Rregullon nivelin e yndyrnave dhe sheqerit në gjak. Për ata që vuajnë nga diabeti ose që janë të rrezikuar prej tij, qepët mund të jenë aleat i vlefshëm. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe të zorëve, duke rregulluar kështu nivelin e sheqerit dhe duke përmirësuar edhe përthithjen e glukozës në gjak. Qepët ndihmojnë edhe në forcimin më efikas të shëndetit tuaj të kockave. Qepët luajnë një rol parësor në shëndetin tuaj të kockave, duke sjellë kështu rezultate më të mira edhe në forcimin dhe reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke parandaluar kështu edhe osteoporozën, është nga faktorët dëmtues të shëndetit të kockave. Qepët mbajnë larg bakteriet. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale, përbërës kyç si quercetina, që janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit. Ato përmirësojnë tretjen dhe shëndetin tuaj të zorëve. Qepët janë një zgjidhje ideale në përmirësimin e tretjes. Janë të pasur me fibër dhe protein që janë thelbësore në funksionin e shëndetshëm të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këto përbërës probiotik ndihmojnë gjithashtu edhe në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë në ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Kur konsumoni ushqime, gjithmonë i themi jo qepës, po qepët ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohen të përfshirë në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti, citon Health.com. Qepa ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe nivelit të kolesterolit të keq. Në vend të ilaçeve me efekte të shumta anësore, ato që duhet të bëjnë kujdes me kolesterolin mund të konsumojnë qepë, duke zgjidhur problemin brenda ditës. Qepët eliminojnë gjithashtu edhe parazitët. Bakteriet e dëmshme që hyjnë në trupin tuaj mund të krijojnë probleme me tretjen dhe organizmin, dhe një qep në ditë mund të zgjidhë këtë shqetësim, duke sjellë gjithashtu edhe përfitime të mira në sistemin tretës. Qepa ndikon pozitivisht edhe në astmën bronkiale dhe kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Ajo ka në përbërje squfur dhe quercetin, dy antioksidantë që reduktojnë efektin e toksinave në trup. Qepa është e pasur me vitaminën A, B, minerale të potasiumit, kalciumit, gjithashtu fosforit, selenit dhe sodiumit. Varieteti i kuqe i qepës është i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskët për 3 minuta, eliminohen të gjitha bakteriet nga goja juaj. Gjithashtu qepa përmban nivele normale të qarkullimit të gjakut, duke parandaluar edhe mpiksjen. Ullimi i gjakut zvogëlon mundësinë e goditjeve dhe sulmeve në tru. Një përdorim tjetër i qepës është edhe për qëllime kozmetike. Mund ta habiteni, por një përzierje uthullës së bardhë me qep mund të zgjidhë problemet e puçrave të lëkurës dhe të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme kundër këtij shqetësimi. Qepët ofrojnë përfitime të larmishme për organizmin e njeriut. Që në kohët e lashta, qepa ka qenë një element i gatimeve dhe shumica e gatimeve kanë nevojë për qep dhe hudhër për një shije më të veçantë. Qepët jo vetëm që japin aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu janë të shëndetshme.
Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet, ajo që bën të sëmureni më shpesh. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë në brenda trupit tonë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë probiotik dhe cilët janë të mira për zorët dhe mbajnë të shëndetshme florën e zorëve dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e bifidobakterieve. Këto bakterie shtypin bakterie të tjera që dëmtojnë zemrën tuaja. Zemra juaj do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i qepëve dhe mund të jetë një zgjidhje e lartë ushqyese. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i rregullt i qepës ka patur ndikime të mira edhe në rritjen e përfitimeve të trupit, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në shëndetin e zemrës. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga sheqeri në gjak. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve ulën ndjeshëm me qepë. Shkencëtarët mendojnë se squfurit e qepa që prodhon insulin rritet gjë që ul nivelin e sheqerit në gjak. Studimet tregojnë se përfshirja e qepës brenda normës së lejuar ditore mund të jetë një zgjidhje kryesore pozitive në mbrojtjen e organizmit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Që në shumë përdorime, qepa është zgjidhur si një çështje e plot ushqyese për trupin e njeriut. Enzimat aktive të qepa ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e shqetësimeve tuaja dhe në sjelljen e rezultateve më të mira specifike. Ato normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë edhe në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjaltë është një recetë ideale kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në raste se keni dhimbje të grykëve. Qepët përmbajnë edhe sulfur. Ky i fundi nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron fytyrën nga aknet. Qepët njihen gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. Është e rëndësishme për sistemin kardiovaskular. Substancat e squfurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trombeve. Ato lehtësojnë dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qepë, e mbani gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetita antiinflamatore dhe antibakteriale të qepës do të parandalojnë gjithashtu edhe infeksionet, duke sjellë rezultate të kënaqshme. Ato shërojnë djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjet nga dielli. Qepët do të lehtësojnë dhimbjet në çast dhe do të përshpejtojnë gjithashtu edhe procesin e shërimit pa lënë shenja. Ajo zbe shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën nga soba ose duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qepë dhe jo vetëm që nuk do të përkeçohet, por do të lehtësohet gjendja juaj brenda ditës. Konsumi i qepëve ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbrojtur të fuqishëm edhe kundër virozave dhe shqetësimeve të ndryshme trupore. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt është një zgjidhje vërtet ideale mbrojtëse për sistemin tuaj. Qepët përmbajnë squfur, mineral i cili ka veti të mira antipikse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaku kryesor i ataku në zemër. Konsumi i rregullt i qepëve gjithashtu mund të ulë kolesterolin e gjak dhe të sjellë rezultate të kënaqshme ushqyese për shëndetin tuaj. Qepa për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë lëkurën tuaj të jetë më e shëndetshme duke parandaluar kështu irritimet ose puçrat. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e temperaturave. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qepë të prera në shputën e këmbës dhe do të shikoni si do të ulet temperatura në vetëm pak minuta. Qepa do të ulë gjithashtu edhe irritimet e lëkurës tuaj që mund të vinë edhe nga grerzat ose edhe nga insektet të tjera të ngjashme. Është e rëndësishme që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja duke parë edhe rëndësinë ushqyese që ajo përmban. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.